shëmbëltyra e gruas së vejle e gjykatësit. U tregoi edhe shëmbëltyrën se si duhet të luteni gjithmonë e kur të mos pushoni. Ai u tha, ishte në një qytet një gjykatës që hyn nuk e dronte e për njerëz nuk e çante kryet. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vejë, e cila shkonte shpesh tek ai dhe lutej, më mbro prej kundërshtarit tim, por ai as që në kujdes për një kohë të gjatë. Dikur tha vetë me vete, edhe pse se droi hyn e për njerëz nuk e nxei kryet. Megjithatë, pasi kjo grua e vejë po më trazon, du të mbroj që të mos vij me të më mërzis prore. Zotria vazhdoi, dëgjoni çdo gjykatësi i pa drejt vallë hyj, a nuk do të t'i mbrojë të zgjellurit e vetë që i kërkojnë ndihmë ditë e natë, po a do të vunoj ndoshta me çështjet e tyre. Unë po ju them, do të ngritet me nxitim për t'u ardhur në ndihmë atyre, por kur të vijë Biri i Njeriut, atë do të gjej fe mbi tokë. Shëmbëtyra e fariseut dhe takëmbëllësit. Ju tregoj edhe këtë gjë shëmbëtyr për disa që i mbanin veten të drejtë e të përbuzin tjetër. 2 njerëz u ngjitën në tempull për t'u lutur, njëri fariseu e tjetri takëmbëllës. Fariseu qiri në këmbë lutej në vetvete kështu: të falenderoj o Hyj që nuk jam por si njerëzit tjerë, cupa të padrejtë, kur është shkelës ose si ky takëmbëllës. Asgjë, agjeroj 2 herë në javë, jap të 10 e krejt vitesës. Kurse takëmbëllësi zuri vend në fund, nuk i behej as syti ngrehet drejt qiellit, por rrihte krahërorin e vet e thoshte: o Hyj, ki mëshirë për mua mëkatarin. Unë po ju them, ky u kthye në shtëpinë e vet i shfaqësosur e jo ai, sepse kushdo krenohet do të përvojtrohet, ndërsa kush përvojtrohet do të lartësohet. Jezusi bekon fëmijët. Disa i binin edhe foshnjat që t'i bekojnë. Nxënësit kur i shihnin u ndalunin. Jezusi i grishi fëmijët dhe tha: lini fëmijët të vinë tek unë, mos u ndaloni, sepse për të gjithë është mbretëria e hyut. Për një mend po ju them, kush nuk e pranon mbretërinë e hyut, por si fëmijë nuk do të hyn në të. Bujari i pasanik. Një bujar i bëri këtë pyetje: mësuesi mirë, çka duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur? Jezusi i përgjigji: përse më thua i mirë, askush s'është i mirë, përveç një hyj të vetëm, urdhërimin i di. Mos më kërkon mos të kurvëron, mos vra, mos vyll, mos dëshmo rrejshëm, ndero babën tënd dhe nënën. Ai atëherë i tha: të gjitha këto i kam zbatuar që prej rinis. Kur e dëgjoi, Jezusi tha: të mungon vetëm edhe një gjë. Shit gjithçka ke nda ju skamnorëve e do të kesh visar në qiell. Atëherë eja e më ndiq. Ky si i dëgjoi këto fjalë, u trishtua sepse ishte shumë i pasur. Jezusi kur e pa se u trishtua, tha: sa vështirë e ken pasaniku të hyjë në mbretërinë e hyut. Me lehtë e ka devija të kalojë në përvrimin e
gjilperes se I pasurit e hyjnë në mbretërinë e Hijut. Ata që dëgjuan I thanë, po ashtu atëherë do të mund të shëlbosh çka s'mund të bëj njerëzit. U tha, hyj mund të bëj. Atëherë foli Pietri, ja, ne lam gjithçka patëm erdhëm pas tejt. Jezusi u tha nxënësve, për të vërtet po ju them, nuk mund të gjendet kund ai njeri që lap për dashurinë ndaj mbretërisë së Hijut, shtëpinë ose gruan ose vëllezërit ose prindërit ose fëmijët, që të mos marrë shumë fish dhe në këtë e në botën e ardhshme jetën e pasosur. Jezusi të tretën herë paralajmëron vdekjen e të ngjallërit e vet. Pastaj mori me vete të 12 dhe u tha, ja po, gjitemi në Jeruzalem dhe do të plotësohet të gjithë që u shkruan nga profetët për birin e njeriut, sepse do të dorëzohet paganëve, të cilët do të vijnë në lojë, do të salvojnë, do të përshtyjnë, e pasi të frushkullojnë, do të vrasin, ai veç do të ngjallet në tretën ditë. Por ata s'morën vesh asgjë çka u tha. Këto fjalë për ta ishin fshehësi e nuk kuptonin çka Jezusi thoshte. Shërimi I të verbrit prej Jericho. Kur Jezusi po I afrohet Jerihos, një lyps ishte ulur në një skaj të rrugës e po lypte. Kur dëgjoi se po kalonin shumë njerëz, pyeti, ç'është? Ata I thanë, po kalon këndej Jezusi prej Nazaretit, ai zuri të bërtas, Jezus biri I Davidit, kij mëshirë për mua. Ata që ecnin përpara I bërtitnin të heshte, por ai bërtiti edhe më të madhe, biri I Davidit, kij mëshirë për mua. Jezusi zuri vend dhe u urdhëroi t'ia sjellin para. Kur ky u afrua Jezusit e pyeti, çka dëshiron të bëj për ty? Ai u përgjigji, Zotëri që të shoh. Shih, I tha Jezusi, të shpëtoi feja jote. Ati I erdhi aty për aty drejt asnjëve dhe u nis pas tij duke I lënë lavdi hyj, edhe populli mbar kur pa këtë mrekulli I la lavdi hyj.